Më herët tha se bashkitë do të bëheshin më afër qytetarëve, por 12 vite më vonë, qytetarët po i kërkojnë bashkitë në hartë. Ndërkohë, miq të dashur, do të mirëpresim Genti Kapratën, urbanistin e njohur dhe mik të këtij emisioni, për të kuptuar mbi gjitha se në çdo drejtim po shkon kjo reforma e re territoriale administrative dhe si do të jetë niveli i përfaqësimit në zgjedhjet e 2027-s, që duket se janë gjithmonë më shumë në diskutim dhe me një rezultat gjithmonë më interesant, të paktën në pritshmëri. Kaprata, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit ju që e pranuat. Dhe pyetja e parë është e thjeshtë, zoti Kaprata, në çdo drejtim po shkon kjo reformë, cilat janë idetë me të cilat do duhet të mësojnë qytetarët dhe mbi të gjitha shërbimet që do të marrin, do të jenë më afër tyre apo akoma më larg? Kjo është për të parë, sepse sikurse ju e dini, të shprehu shpeshherë që kemi dy linja ose një debat i mbështetur në dy kolona të ndryshme, shumë të ndryshme. Njëra kërkon gjasme eficiencën e bashkive në këtë kuptim ekonomike etj. Dhe në këtë kuptim synon zvoglimin e numrit dhe zgjerimin e hapësirës që këto bashki administrojnë. Tjetra kërkon dimensionin demokratik, që është domosdoshmërisht i lidhur me shërbimet, me afërsinë e shërbimeve. Në këtë kuptim kjo vlen për të parë. Qeveria fatkeqësisht nuk e ka marrë leksionin që nga viti 2014-2015, kur edhe atëherë ne ja tham, kur kishte pak ekspertizë u shpreh, i tham që kjo do sjellë probleme të mëdha, jo vetëm që s'do rregullojë aspektin ekonomik të bashkive, dhe kështu ndodhi, por do largoj demokracinë nga qytetarët dhe shërbimet nga qytetarët. Tani, po të lutem këto. Jo, për aspektin ekonomik, më qenë se ishim këtu. Nëse do të shtohen bashkita, ka Shqipëria kapacitet për t'i mbajtur në parim? Shiko, më falni. Unë jam shprehur dhe shumë vite më para kur u bë kjo reformë. Nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë në kuptimin thjesht është larguar demokracia. Do të thotë që njerëzit nuk votojnë më për këshilltarët, le të themi komunar, ata që janë më afër këtyre, që ishin dikur komunar, por sot mund të kenë një emërtesë tjetër, nuk votojnë më për atë administratorin e sotëm, po që dikur quhej kryetar komune, por gjithsesi këta njerëz paguhen, pra në kuptimin ekonomik, në çështjen më të rëndësishme, pagesat e kostot e administratës, nuk është se kanë ndryshuar, janë të njëjtët, në mos janë shtuar, por po flasim për të njëjtin drejtim, po shohim në kuptimin që sikur të jetë i njëjti numër punonjësish në administratën vendore. Jo, ai është 2 fishuar, 3 fishuar. Kemi bashki për shembull si Bashkia e Tiranës së sotme, e cila ka 18.000 punonjës, ndërkohë që bashkia e vjetër bashkë me komunat që i përfshiu në territorin e vet pas reformimit, kishte 1.500, pra janë më shumë se 10 fishuar punonjës. E thënë me pak fjalë për ta mbyllur, në kuptimin ekonomik kryesor, bazik, atë që ka lidhje direkt me kostot e administratës publike, sepse ky ishte një nga arsyet kryesore, për mos të më kryesorja e të bërit reformës, së pari nuk kemi zvoglim të drejt për drejt, kemi largim demokracie, është i njëjti punonjës, i cili quhet sot pra e njëjta kosto financiare për buxhetin e shtetit ose buxhetin lokal, por që dikur quhej votohej dhe ishte njëri që konsideroj kryetar komune ose kryetar bashkie për ato bashki që janë suprimuar, ndërkohë që sot quhet administrator merr të njëjtë rrok, nuk është se ka ndryshuar gjë. Po ashtu dhe administrata. Në këtë kuptim thjesht është zvogluar demokracia. Qytetarët nuk votojnë më për njeriu që kanë lidhje direkt, por votojnë për një kryetar bashkie që as e kanë para as do ta shohin ndonjëherë, se është shumë larg këtyre. Ndërkohë që përgjatë këtij procesi, se u bë një dekadë, diçka më tepër, bile se jemi në vitin 2026, reforma është përmbyllur në kuptimin formal në vitin 2015, komunë e tjetër. Është shtuar administrata me disa fish. Në këtë kuptim, aspekti ekonomik, unë e konsideroj qesharak ta diskutojmë, kostot janë disa fishuar, jo vetëm janë rritur, po disa fishuar. Tani, zoti Kaprata, unë do të dija e para me që ju keni qenë edhe prezent në këto takime. Cili është pulsi i qytetarëve, ato që nuk arrim do t'i shohim në ato videot e shkurtra nëpër media? Cilat janë disa nga aspektet që ata kanë ngritur që edhe juve mund t'ju kenë kapur në befasi? Shiko, ka 2 grupe qytetarësh atje. Fatkeqësisht
Ka dy grupe qytetarë. Grupi i parë është grupi i cili flet për një sukses të reformës, duket që janë instruktuar nga partia në fuqi, nga qeverisja, flet për një sukses të reformës, por ta bëjmë një gjë më mirë, gjë që nuk bën sens. Në këtë kuptim, ato se temi informacioni, të dhënat, ose sugjerimet e tyre, në kuptimin tim nuk mund të vlejnë asnjë lek, përderisa janë njerëz që e kanë të orientuar mendimin minimalisht gabim. Se a ka logjik të kesh një gjë mirë dhe ta rregullosh? Në këtë kuptim nuk po zjatem. Grupi i dytë është grupi i cili duan të kontribojnë. Por edhe ky grupi i dytë ndahet në dy pjesë. Grupi që do, por nuk mundet, në kuptimin që i përket unë për këto takimet rajonale veçanërisht, që janë bërë në 10 qarqe nga 12 që ka Shqipëria dhe vazhdojnë të bëhen edhe të tjerët në vijim, lexoj shumë socialistë ose njerëz që i përkasin Partisë Socialiste dhe kanë përfaqësim politik, por jo vetëm, pra edhe qytetarë tjerë socialistë, të cilët e pranojnë o në mënyrë direkte o indirekte, duke përdorur persona të tretë, që të mos jenë ata vetë, për shembull, po ju marr një shembull kështu, simbol në kuptimin tim. Në qarkun e Fierit, për shembull, erdhi zoti Hidayet Beqiri, të gjithë e njohim, i cili e shau shumë. Ku e gjeta atë emrin? Zoti Beqiri ishte përfaqësues i komunitetit Mallakastriot, nëse nuk shprehem gabim. Dhe unë gjitur në atë takim kisha kryetarin e bashkisë Mallakastër, edhe e pyeta pse do t'ju përfaqësoj ky juve kur mund të flasësh ti, dhe ai u mundua ta tekalonte, por për mua ishte qartë, ai kishte frikë sepse ishte përfaqësues i Partisë Socialiste të kritikonte ose të dilte jashtë asaj kornizës që i kishte dhënë partia. Dhe në këtë kuptim kishin gjetur një person të tretë, i cili megjithëse ne të gjithë e njohim kush është, kush janë qëndrimet e tij politike, ai kishte kritika të forta për reformë. Pra, le të themi që reforma në kornizën e kontributit që jep shoqëria në këto takime, nuk është ajo e tura, pra qytetarët nuk e ndjejnë veten të lirë, qoftë sepse si lejojnë detyrimet e tyre partijake, qoftë edhe sepse për arsye të tjera, gjithsesi kontributi është minimal, por gjithsesi ekziston. Po ndërkohë që shumë qytetarë ankohen që janë larguar nga qendrat e vendimarrjes, mendoni se reforma në fjalë ka prodhuar një deficiencë përfaqësimi dhe thënë kjo është më e rëndësishme që të ketë eficiencë administrative apo më shumë afërsi me qytetarin? Shiko, do bia dakord me ju, t'ju kthej një përgjigje kështu me këtë mënyrë se si e formuluat juve, nëse juve më garantoni ose më shpjegoni ose më mbushni mendjen që kemi një eficiencë. Se ju thatë, a duhet më shumë eficienca apo duhet demokracia? Apo demokracia. Siguroni që ka eficiencë. Po nëse shtohet numri i punonjësve, nëse 5 fishohet, siç thoni ju, kanë përshtypjen edhe struktura do duhet janë. Jo, janë më shumë njerëz që rinë kod, janë më shumë njerëz që prodhojnë vota për Partinë Socialiste, meqense Partia Socialiste tani është në pushtet, në këtë kuptim, jo se ka në një lidhje tjetër, por duke qenë se është ajo sot në pushtet në të gjithë dyja nivelet, ata prodhojnë vota, kaq. Nuk rritet dot eficienca nga numri punonjësve, sepse nuk ka pasur ndonjëherë problem numri punonjësve ose impakt numri punonjësve në eficiencën e administratës. Shqiptare njerë sigurisht që shumë larg, nëse administrata dola pak nga çështja, po e shoh pak më gjë, nëse administrata publike shqiptare punon më shumë se ose rreth një orë në ditë nga 8, eficienca është 100%, ju garantoj unë. Problemi nuk është numri punonjësve, në këtë përkundrazi ka të bëjë me eficiencë individuale e tjera ndjes që dola nga tema. Pra, ju garantoj që nuk është fjalë për asnjë tipologji eficience. Në asnjë dimension nuk sot administrata lokale ose vendore nuk është më eficiente se sa 15 vjet më parë, apo i bjem shkurt 12 vjet më parë kur nisi kjo reformë në 2014. Përkundrazi kemi probleme që unë ua thash, probleme të cilat lidhen me konkurimin e kësaj administrate. Pra, administrata sot lokale nuk konkuron se është e aftë për të kryer një detyrë specifike. Administrata e sot me publike, veçanërisht ajo vendore,
votohet, më falni, emërohet ose konkuron me të tjerët se kush sjell më shumë vota për qeverinë. Tani për të ardhur te çështja e demokracisë, pa diskutim, largësia fizike e votuesit me njeriu që merr vendime lokale, sikur janë këshilltarët bashkiak që shpeshherë janë ineksistentë, por sepse është një pushtet i caktuar dhe kryetari i bashkisë, vetë largësia largon demokracinë, largon shërbimet, pamundson që qytetari të realizojë ato kërkesat e veta minimale për sa i përket shërbimeve bazike jetësore. Domosdoshmërisht, unë këtë personalisht, po edhe shumë të tjerë kanë thënë para 12 vjetësh, 13 vjetësh përpara se reforma të kryej ose përgjatë procesit të kryet të reformës së 2014-2015. Ndërkohë, ka dhe një aspekt tjetër, nëse flasim për banorët e komunave, kemi ish komunave të paktën, ata kanë përshtypjen se kanë pasur aspektin më të keq të këtij pazari, jo vetëm largimin e shërbimit, jo vetëm mungesën e kontaktit të afërt, po edhe një problem politik shumë madhor. Në 90% të rasteve ata nuk përfaqësohen nga dikush cilin jo vetëm e kanë votuar, po s'kan as përkatësim politike të ngjashme. E kam parasysh këtu, fjala vjen Lazarati, për shembull, që është një nga komunat historikisht më djatha të Shqipërisë, që ka një 10 vjet që ka një administrator të majt, që është emëruar aty nga bashkia. Kjo si zgjidhet? Po nuk është vetëm Lazarati, ishin 373 njësi administrative vendore. Dhe në të 300 ndodh kështu të paktën. Nuk ju dëgjova. Dhe në të 300 ndodh kështu. Po pak më shumë diku, pak më pak diku tjetër, por thelbi ky është, po ju zut një komunë që është votuese e djathtë, por përfaqësohet ose le të themi drejtohet, administrohet nga një i majt. Por ka edhe komuna të majta që drejtohen nga një të majt dhe s'kan lidhje më të vogël me atë administrator. Ai është aty për të kryer detyrat e partisë. Ju lutem, kuptoni thelbin. Kuptoni thelbin jo vetëm për reformën, kuptoni thelbin e gjithë sistemit politik Shqipëri. Ne organizohemi si shoqëri me thelb kemi votën, se si merret vota nga njerëzit e administratës dhe çohet në një nivel më të lartë. Për shembull, ky administratori që thatë ju i sjell për kryetarin e bashkisë dhe për qeverinë, nuk ka lidhje fare me synimet për të përmirësuar shërbimet publike apo përfaqësimin, qoftë përfaqësimin politik vendor të demokracisë lokale në më lartë, qytetarin më lartë. Ju lutem, kuptojeni këtë. Ne jemi shumë e qartë, thjesht preferojmë të mos e besojmë që mund të jetë në nivele të tilla. Do një vetëm sa të duam, po nuk gjetëm, shikoni. Imagjinoni kështu. Imagjinoni një të sëmurë që i dhëm koka, nëse shkon te doktori, ai i jep një aspirin, Advil, ku diun se çfarë jep, dhe i pushon koka, dhimbje kokës, nuk do thotë që ky u shërua, Në këtë kuptim duhet ta shikojmë problemin më thellë. Te doktori nuk shkohet për të bërë një gjë që e ti e di vetë. Ti e di vetë që ku të dhëm koka, pi një aspirin ose diçka tjetër. Te doktori shkohet për të marrë një mendim të specializuar ku të originalizon kjo dhimbje koke. Në këtë kuptim, edhe unë kam shumë të vështirë të bëj analizë, unë edhe ekspertët e fushave të ndryshme, analiza të vogla të këtij tipi ku ne dim që sëmundja është e madhe dhe duhet të luftojmë sëmundjen pa të rregullojmë këtë. Unë do shtoja më tej që reforma nuk dua ta mbyll, po këtë dua ta them patjetër, reforma është e dështuar që ku lindi. Partia Socialiste nuk është se vërtet e ndjen që reforma e vet ka dështuar, aq më tepër ata mund ta kuptojnë, mund ta sensitojnë këtë, mund ta ndjejnë këtë, por nuk u intereson fare, kjo nuk është se kanë ndonjë interes për këtë. Problemi është shumë i trashë dhe gati që është sharak. Kryeministri shqiptar e ka bezdi të flasi me 61 kryetar bashkisë e komunë bashkisht, edhe do t'i zvogloj ata, do t'i bëj 30. Kupton, ka bezdi të flasi më shumë, se i është rritur shumë numri, edhe këtë bën në qeveri. A e uli numrin e ministrave nga 20, nga nuk e di sa ishin në 20. Në fakt, administrata e ministrive u zgjerua, nuk është se zvogloj qeverisja, zvogloj numrin e njerëzve me cilën ai ka kontakt. Të njëjtën gjë do bëj edhe për reformën, tenton të bëj edhe për reformën territoriale. Ky është thelbi. Ndërkohë që ne teknikët mundohemi ta mbushim këtë zbrastir me informacion, me analiza, me të dhëna që të paktën shoqëria ta kuptojë dhe nëse dikush do vi nesër në pushtet, siç mund të jetë Partia Demokratike dhe do duhet të bëjë një reformë për vërtetë, sepse reforma është domosdoshme, duhet të kuptojmë edhe një gjë tjetër. Reforma administrativo-territoriale është reforma e dytë e shtetit, por së pari vendoset çfarë republike do kemi ne, do kemi republikë
parlamentare, do kemi presidenciale, qa regjimi biles, po e zjeroj më shumë akoma, dhe e dyta është si do funksionoj nivelli 2 i qeverisjes, veçanërisht në një Shqipëri që po tenton të hyjë në BE. Po EA ka një parim të fortë, thelbësor, e cila lidhet me qeverisje me disa nivele. Shqipëria nuk mund të qeveriset nga Rama dhe nga 60 veta. Bashkë me 20 ministra nga Rama dhe 80 drejtorët e tij. Qeverisja duhet të jetë shumë e gjë, edhe po flas vetëm për nivelin më të lartë, se qeverisja është edhe administrata. Drejtorët e kështu me radhë. E kuptojmë. Mbetet për të parë se si do të jetë rezultati i kësaj reforme të re, megjithatë për momentin Kaprata, faleminderit për kohën tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. E përshëndesim urbanistin Gendi Kaprata, ndërkohë ne bëjmë një tjetër pit stop të detyruar apo jo. Një kafe 2 qeto. Do kaloj shumë shpejt. Rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne.